Sikurse u njoftua një ditë më parë, një incident i pazakontë është regjistruar në portin e Durrësit, ku një anije tregtare është larguar pa kryer procedurë ligjore detyrueshme, duke quar në nisje një procedimi penal ndaj kapitenit të saj. Sipas autoriteteve, specialistët e DVKM-së së Durrësit kanë referuar materialin e prokurori ndaj një shtetasi turk 39 vjeç me iniciale AK, i cili dyshohet për veprën penale kalimi pa ligj mikufiri shtetëror. Burime nga agjencitë detare bëjnë me dije se bëhet fjalë për Arinën Stefani me flamur të Panamas, e cila dyshohet se është larguar nga ujëra shqiptare pa njoftuar autoritetet dhe pa përfunduar kontrollet e nevojshme. Gjatë verifikimeve është konstatuar edhe një mospërputhje në sasinë e ngarkesës, bëjnë me dije burimet. Nga informacionet mësohet se anija e quajtur Stefani me flamur të Panamas e ngarkuar me superfosfat rifugio, sipas agjencisë detare, ka patur një sasi malli mangut gjatë verifikimeve. Bëhet me dije se nga rreth 3300 tonë të shkarkuara kanë rezultuar rreth 70 tonë mungesa. Po ashtu, pas këtij konflikti që ka lindur mes pritësve dhe anijës transportuese, anija nuk ka qëndruar në radhë për procedurat rutinë të daljes nga ujëra shqiptare, por është larguar pa njoftuar autoritetet përkatëse. Autoritetet shqiptare kanë nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të verifikuar nëse kemi të bëjmë me shkelje të tjera përveç largimit të paligjshëm nga porti. Në fillim anija ka marrë drejtimin për në shtetin italian dhe më pas është drejtuar drejt brigjeve greke. Tashmë ndodhet në lundrim në detin Egje afër brigjeve të Greqisë.